Ky komandant zone e ushtrisë dikur pretendon se ka luftu për lirinë e atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Bedri Recepit, dhe kështu thojnë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotnisë që kanë gërfat me durët e tij. Që natën kur ekzekutojnë Bedri Recepin me çokoladë festojnë, nëse marrin motivin e jetonit, thot se ka ekzekutuar për shkak se Bedri Recepi ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. Nuk kemi një analizë të mirëfillt të gjykatës së shkallës së parë në një çështje aq serioze ku bëhet fjalë për një vrasje në bashkëkryer. Akuzorin jeton Vosali dhe Rinxhat Vosali, i ka shpallur pajtor për vepër penale vrasje e rënd në dënimin 173 paragrafi 1.1.4, lidhur me një dënim të prokuratës, si dhe për veprën penale në bashkëkryer për dëmtimin e varrezave dhe përkohëmen dënimin 413 paragrafi 2, lidhur me dënimin të KPK-s, të cilit të dyve ju ka shikuar në dënim me burgim të përjetshëm. Gjatë shqyrtimeve gjyqësore dhe rrjedhjes së procedurës që nga shqyrtimi fillestar dhe shqyrtimet e gjyqësore, të akuzuarit nuk e kanë pranuar parësinë, andaj edhe kjo ka rezultuar në një numër të madh të seancave gjyqësore të cilat janë mbajtur në gjykatën e shkallës së parë. Në rastin e vlerësimit dhe caktimit të dënimit të shqiptuar, si në dispozitivin e gjykimit, kjo gjykatë në pajtim me rregullat e përgjithshme për zbutjen dhe shpërsimin e dënimit ka vlerësuar të gjitha vetonat vlerësuese dhe venduese, andaj edhe gjykata ka marrë në konsiderat shkallën e lartë të pjesëmarrjes së personit të dënuar në veprën penale, shkallën e lartë të dashjes nga ana e personave të dënuar, ashtu dhe si rratan venduese të konformimit 70 ka marrë në konsiderat faktin se i akuzuri jeton Vosaliu edhe në parë ka qenë i dënuar me gjykimet të formës së prerë, po ashtu dhe i akuzuri Rinxhat Vosaliu ka qenë i akuzuar me gjykimet të formës së prerë. E sheni të nesërme, me datën 9, Nexhati vetë e përshkruan, kam shku prapë thët në Vosali, e kom taku jetonin, e kom pyet a ke flaj, kemi shku bashkë me të. Kur e përballi unë me deklaratat e tij në gjykim, ky zëprill thot nuk më kujtohet se kom thonë këtë. Ky komandant zone e ushtrisë dikur pretendon se ka luftu për lirinë e atij vendi, ky u kujdes që ta zhduk trupin e Bedri Recepit, dhe kështu thojnë provat, kështu thot vetë dëshmia e atij zotnisë që kanë gërfat me durët e tij. Krimi që është kryer nuk është absolutisht dilema më e vogël, që është kryer në konakun e tyre, që është kryer në pabesi, që është kryer në dinakri, që është përpiq me u masku, e që njësitë më elite të policisë Kosovës plot 18 muaj kanë punuar për me zbulu, është e padiskutueshme. Apo pretendohet se do duhej kur kishte kontratë në shkrim për një marrëveshje mes dy vëllezërve që jetojnë bashkë, që thonë kemi pas raporte shumë të mira, që natën kur ekzekutojnë Bedri Recepin me çokoladë festojnë? Natyrisht jo. Natyrisht nuk ka si pretendime, nuk mund të ketë si pretendime. Sepse ta kanë pas kohën e mjaftueshme, po pretendojnë që nuk pas ka pas motivi që në ka i pa vërtetuar, absolutisht. Jo vetëm që është vërtetuar që është dobi pasurore, janë dy motive në fakt. Nëse marrë motivin e jetonit, thot se ka ekzekutuar për shkak se Bedri Recepi ka qenë lidhur me çikën e Nexhatit. Tash le të përcaktohen cilën po e zgjedhin pse kanë ekzekutuar. E kanë ekzekutuar për moral apo për material? Kjo është me përgjigje, kjo është me masa, kjo nuk e kontestojnë ta. Ndërkohë që kemi ftuar edhe çikën, e cila fatkeqësisht është trëndit në rastin e s'poja përmendja se anën se unë kam qenë insistuesi që as mos dëgjohet në publik, dhe kam mohu si fakt e si ndodhi. Pra prapë e kthen të çështja materiale. Jetoni e pohën krimin, Nexhati e kontribon thelbësisht në kryimin e krimit. Nuk është veç vënia e shtëpisë në dispozicion siç pretendohet në ankesa. Nuk ja ka dhënë shtëpinë me qira, po shkuja ka përgatitur terrenin me datën 8, me gojën e vet, në zicitën e dëshmitarit. Pra, para se më kry krimi, para se jetoni ta krijoj skenarin e ta bëj ekzekutimin. Por kjo çështje do të ishte padrejtësi me u kthy, sepse po në janari i këtij viti kur fillon marrëveshja bën 5 vjet, e 8 prilli i vitit që po vim së shpejti, e bën pashtu 5 vjet se këtu e dy prindë që nuk janë këtu, e shumë të tjerë presin një vesi për këtë gjykim. Vrasja e Bedri Recepit ishte absolutisht vrasje në pabesi e vrasje e gatuar në zakëtësi.
vrasja e Betri Rexhepit kërkon drejtësi. Është evidente që një djalë i ri është pretendu, është kriju nga jeta, ka mundësi që të rresë fëmijët, ka mundësi që ta jetësoj martesën e tij përderisa të akuzuarit janë bërë gjyshër, e sot e shijojnë këtë teatr për ta në shkollën e parë, nga qelit e burgut sigurisë lartë dhe jo vetë. Dënimi i përjetshëm është dënimi më i pakti përballë një krimi në befasi, përballë një krimi në pabesi, përballë një krimi në konakun e tij e atij, përballë një krimi kur u ftua si mek e doli si një kufom që u shëtit malet madh të Vllasalis. Betri Rexhepi nuk jeton, dhe ta kanë mundësi me vazhdu jetën me taksat e qytetarëve dhe burgu i përjetshëm parashtrojmë se është i vetmi dënim që do duhej të mbeten në fuqi për të dy akuzuarit dhe burgu i përjetshëm do të ishte i vetmi satisfaksion dhe mekanizëm preventiv për këtë që kërkon drejtësi.